Shoqëria civile që është e fokusuar në mbrojtjen e ambientit i është drejtuar Komisionit Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese me një kërkesë konkrete që lidhet me mbrojtjen e parkut të liçenit artificial në Tiranë. Në një kohë kur debati mbi shkatrimin e një pjese të këtij parku për shkak të zgjerimit të rrugës së Elbasanit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opozitës, Bashkisë së Kryeqytetit dhe shoqërisë civile, përfaqësues të organizatave ambientaliste hedhin hapin e parë konkret në kërkim të një ligji që shpall parkun e liçenit zonë mbrojtur e nivelit të 4. Jemi që mos ketë më ndërtime në liçen brenda anash jashtë, që do të thotë që ky liçen sot meriton statusin e zonës mbrojtur kategorisë 4. E argumentuar në mënyrë ligjore, duke qenë zonë mbrojtur, do të thotë që 100 metro që është zona tampon apo buferike, nuk po t'i afrohesh dot 100 metro afër liçenit apo pyllit të Tiranës, ku ne nga dita në ditë dëgjojmë se si do ngrihet 32 kaçi. Deputetët socialistë në komision thanë se kjo çështje mund të zgjidhet përmes vullnetit të mirë të qeverisë, ndërsa kryetari i komisionit demokrati Emin Gjana deklaroi se përpjekjet e mazhorancës që parku të marrë statusin që propozojnë ambientalistët nuk kanë munguar. Çështjen e liçenit është një çështje e diskutuar, është një çështje stërdiskutuar, vetë në cilësinë e nën kryetarit të Bashkisë Tiranës, kemi kërkuar aso kohe. Jo më larg se muaj më parë kemi pas një përfaqësi të Bashkisë aktuale të Tiranës, madje edhe zëvendës ministri i mjedisit, morën përsipër pikërisht të gjëra që ju kërkoni sot, por çka ndodhur? Absolutisht asgjë. Pra është çështje vullneti. Nëse ka dëshirë, kjo majorancë i ka pasur votat, tashmë i ka dhe tonat, le ta tregoj. Të vish në një diskutim për çështje dhe ta shndrosh diskutimin se këtu në këtë vend përveç juve dhe selisë tuaj, askush në këtë vend nuk pyet se ç'bëhet. Unë nuk besoj se adresoheni për të zgjidhur çështjen. Përfaqësuesit e shoqërisë civile paraqitën pranë komisionit parlamentar edhe disa propozime të tjera për miratimin e një moratoriumi 5 vjeçar për të ndaluar gjuetin, si dhe prerjen dhe eksportin e lëndëve drusore në Shqipëri.